jetu para se me pas fe. Kur s'ka pas as krishterizëm, Kur s'ka pas paganizëm ose po. Po, ata njerëz, shembull qysh kanë jetu pa fe vëlla. E kur po mendoj që ka pas njerëz pa fe? Kur? Ka pas para krishterizmit, para islamizmit, para kredve, edhe çdo kemi qenë para pagan. islamit, para krishterizmit, nuk e diu në shembull po i bëj mirë, po feja ka ardhur me njeriu. Cilla fe ka cilën fe ka pas Ademi? Allah, islamin. Po qysh tani Muhamedi e punon islamin 1600 Muhamedi sot. se ka Në cilën vit ka ardhur islami? Po, çel islami? U po thon pe njerit të parë. Po jo, more që unë po i që po ta kallzojnë, që. Jo, s'ki çfarë Ja, që me Koran, me Koran. Si mas mendimit juva? Jo, more mendimit po jo, more burr, po Kurani i përfshit gjitha kohrat. Gjitha kohrat. Kur ka ardhur Islami o zotni? O zotni. Kush e ka shpall Islamin? Kush e ka shpall Islamin? Kohën e Ademit u desh me hun la ilahe illallah Adem Safiyullah. Në kohën e Nuhit la ilahe illallah Nuhan e Gjijullah. Ja këtu diçka Në kohën është e e Ibrahimit paçosur. la ilahe illallah Ibrahim Halilullah. Në kohën e Ismailit la ilahe illallah Ismail Dhabihullah. Në kohën e Musa la ilahe illallah Musa Kelimullah. Në kohën e Isës. Islami filloi në shekullin e 7 pas Krishtit, thotë. Po si mas Vite rëndësishëm, në vitin 610, po si pas Islamit o Nuk do është Nëse s'po du, nëse s'hinëm ka ditë do qështje, po veç po flasë në ato informacione që i këmë një dhe për tjerë. Këto janë tema fetare, nuk janë tema historike. Po, jenëm që dio, edhe krishterimi, edhe feja islame ka një periudhë kur kanë lindë. Krishterimi është kohën e Isait, Jezusit. Feja islame është kohën e Muhamedit. Vitin 602, Nuk është kuptoj. Nuk është qashtu. Feja është pej njerit parë. Pej njerit parë është feja. Mirë po, kohë pas kohë, kur ka vdek pejgamberi, e ka që zotin një tjetër me ja u përtrim mësimet, ka pas tani shembull të bëjnë kohë, këta i thojnë Nuh, na i thojmë Nuhi alayhis salam, kur Mileti është largu prej të vërtetës, e ka që zotë i Gjeleshanu, i ka dënue. A këthejme të tema, gëgjëjmë u këthyrë njerë të tema. Mërë pse jo? Nëse, për shambull, nëse dikush, për shambull, e vendos, dhe me thonë, fejnë para kumbit, a është ma pak shqiptarë, profesor, si pas ju. Unë vlerësoj, nuk mund të themi a priori, sepse duhet jemi të kujdesshëm. Ka shumë njerëz që ndoshta e qesin fejnë para kumbit, po janë patriot. Sepse është i lidhën me besimin fetar. Po njëtën ku ka shumë njerë që qesin kumbin para fesë, po mund tjetë edhe fetari mirë. Janë dy diametrale. Mirë po prapë e përsëris, kumbin shqiptarë, popullin shqiptarë nuk e identifikon shumë një fejë. Ne është e vërtet që me kalimin e kohës, kur kemi kalu në islam, elementet islame nuk ka bu pjesë tjetës të popullit shqiptarë muslimanë. Ne nuk mund të përjashtojmë këtë shqiptarë. Mirë po vlerësoj që ne si shqiptarë duhet të ruajmë këtë bashkëjetesë, këtë tolerancë. E çka mendoni profesor, më fal që po ndërvet. Çka mendoni për një historian që kemi postu në emision që është, unë mendoj që është anti-shqiptar, se e ka qytë fatkeqësia më e madhe që i ka ndodhur kumbit në studion tim me Olsia Zezhiu. Çka mendoni ju? Ai thotë që është, unë jam historian, kam studiu në Kanal, besoj e ke po. Se pas na po. E ke po kështu gjatë emisionit, me siguri. E kam dëgjuar disa debate. Është fatkeqësi për kumbin shqiptar. Si e ka thënë edhe njerëz se 1912 unë nuk e festoj, thotë ajo është me mojzi. E kam dëgjuar edhe e ka shpjeguar pse ai mendimin e tij. E ka shpjeguar në Kanal 10. Kuptimin që domosdoshmë nuk u shpall gjitha 4 vilajetet shqiptare. Kështu e kam po. Jo. Unë kështu e kam kuptuar kështu. Mirë po, në fundit sadri, secili e ka përgjegjësinë personale. Unë nuk në fund nuk më intereson. A diçish neve na folë se na jena naiv në fushën e historisë. Mirë po ti, me shku me studiu, edhe me qenë doktor shkencë, nuk të falet me po gabime trashanike. Vitin 28 nëntor, nëse qaja doktor shkencë, nëse mlejan, u shpall pavarësia për gjitha trojet shqiptare. Tjetër është që më vonë, konferenca e ambasadorëve Londrës i ka saktu kufit i Shqipërisë. Nuk ka të bëj 28 nëntori vetëm me Shqipërinë e sot me politike. Ismail Qemali, kur e ka ngrit flamurin mblor, e ka ngrit për 4 vilajetet shqiptare. E ka ngrit edhe për vilajetin e Kosovës, edhe në Asirit, edhe të Janitës, edhe po konferenca Londrës që na vendosh ti. Tjetër kush ka vendos për neve në kuptimin politik. 6 fuqitë mëdha dhe kanë vendosur që nga 75.000 km katorë, sa ka qenë territori shqiptare, brenda Shqipërisë me 120 Ai ko profesor, e ka diçka interesante, ndoshta mund të lidhet te Emanueli, për shembull,
Emanuel Demaj ka qenë një ku zëvendës ministra, ashtu? Po. Edhe realisht kur është shpoll Emanuel Demaj zëvendës ministra, që unë kam shumë mik, edhe një më të Emanuelin sepse vim nga po i njëjti domethënë regjion, ka thonë që domethënë ku ka shpoll ministër një i komunitetit krishter, qysh më shpoll këta janë shumë musliman, çka mendoni ju për Emanuel për këtë? Jo, që ka thonë, ai ka shkruar që edhe ai modën thot si një besimtar i fort, gjithçka ndërlidh me fe. Ulësia zgjidhje fjalë. Po me fol për ta humbje kohë. Po ma melankolik duket një gomo kur poshtë në unë thash, ai mendim që ai shndrimi personal që ai ka në Gazimestan i ka çu tregishta, ai do të thot ai nuk shef, do të thot më larg se huna vet. Gjithçka e ndërlidh me naivitetin, poshtërsinë e tij. Edhe tash vjen poshtërson ty si kosovar. Ai s'ka lidhje as me fe, as me ai është Ashkali o vla, ai s'është shqiptar hiç, ai s'mund më fol më për shqiptar kur s'është shqiptar vet. Ol si Azergjë nuk është shqiptar. Ai po më fol më për kom